Rusia është detyruar të pezullojë transportin detar në detin Azov, pasi 90 anije u shënjestruan nga dronë Ukrainës në më pak se një javë. Shefi i forcave të dronëve të Ukrainës, Robert Brovdi, tha se njësitë e tij kishin goditur 10 cisterna dhe 4 tragete gjatë natës, si dhe një rafineri të madhe nafte në qytetin Syzran. Ai shtoi se ka pasur disa sulme në 9 stacionet e energjisë elektrike në Krimen e pushtuar. Poshtërimi teknologjik i perandorisë ruse vazhdon. Ajo do të bjerë për shkak të Krimes, shkroi Brovdi në mediat sociale. Ai tha se flota në hije e Moskës, e cila transporton produkte nafte të sankcionuara në të gjithë botën, po të kurret dukshëm dhe nuk mund të përdorë më ngushticën e Kerçit, që lidh detin Azov me detin e Zi. Ish-ministri i mbrojtjes së Ukrainës tha se Kremlini kishte humbur kontrollin e një korridori detar kritik. Ai tha se bllokata prekte anijet ushtarake dhe anijet që transportonin drithëra të vjedhura nga Ukraina jugore e pushtuar dhe që lëviznin nëpër portet e Berdyansk dhe Mariupol. Deti i Azov është një rrugë ujore jetësore që lidh Rusinë me Evropën lindore. Është me rëndësi të madhe ekonomike dhe ushtarake për Moskën, e cila e përdor atë për të transportuar naftë, drithëra dhe produkte të tjera si çeliku në tregjet ndërkombëtare.